Do të diskutojmë tani për disa udhëzime që kanë nxjerrë administrata tatimore në ditët e fundit. Mëgjërësisht do të diskutojmë me zotin Edvin Stefani, pedagog ekspert, njohës shumë i mirë i taksave. Përshëndetje, mirë se erdhët, zotin Stefani. Faleminderit. Ta nisim me një udhëzim të nxjerrë së fundmi nga administrata tatimore për sa i përket kompanive ndërkombëtare që janë të regjistruara jashtë, por aktivitet online zhvillojnë edhe në Shqipëri, duke ofruar shërbime të ndryshme nga më të ndryshmet. Këto kompani tashmë, sikur se thot administrata tatimore, duhet paguajnë detyrimet edhe në Shqipëri. Si ndodh kjo? Duhet ta kuptojmë që kjo është, në radhë parime, kjo është një gjë pozitive që bën administrata, pasi ajo sjell në vëmendje, por unë duhet të saksoj faktin që kjo çështje nuk është se ka ndonjë shtesë të re të detyrimeve tatimore, ligjet tatimore e kanë parashikuar një gjë të kaluar. Thjesht duhen evidentuar? Duhen thjesht, është risjell në vëmendje, le të themi që është risjell në vëmendje. Ajo që ka ndodhur është që është rritur në mënyrë eksponenciale aktiviteti i të ardhurave të shqiptarëve nga online, deri dje nuk kanë qenë të përfillshme, sot janë shumë të mëdha, shumë të konsiderueshme për të mos u shmangur nga vëmendja e administratës tatimore. Dhe kush është ideja kryesore? Në qoftë se unë si individ realizoj një të ardhur nga jashtë përmes këtyre platformave, atëherë unë jam kryer të ardhura nga këto quhen të ardhura të tatueshme në Shqipëri dhe ligji rregullon që këto platforma ndërkombëtare duhet të hapin një përfaqësues tatimor në Shqipëri dhe të paguajnë TVSH-n me anë të këtij përfaqësuesi tatimor. Sepse nëse marrëdhënia është kështu siç po themi midis një kompanie të madhe dhe një individi pa përgjegjësinë për TVSH-n, atëherë është përgjegjësia e këtij Google-it e tjerë, që të hapin një përfaqësues tatimor në Shqipëri dhe të paguajnë TVSH. Pra, duhet parë kjo gjë në këtë sens. Nëse unë do ta krijoja këtë shërbim nga një platformë online shqiptare, do të merra një shërbim, një faturë TVSH-e për shërbimin e saj. Dhe në kushtet e trajtimit tatimor të barabartë, duhet që edhe këta të huaj, të cilët realizojnë një aktivitet të saktuar, pra sjellin të ardhura për individin shqiptar, duhet të lëshojnë një faturë TVSH-je. Në qoftë se blerësi është një kompani me përgjegjësi për TVSH-n, atëherë ai autofaturon. Ndërsa nëse është individ, janë këta të cilët duhet të hapin një përfaqësues tatimor të derdhin TVSH-n dhe nëse këta nuk e bëjnë një gjë të tillë, ata duhet të hapin një kompani të caktuar këtu në Shqipëri si përfaqësues e tyre, një Dex, Eli etj. Por versioni më i thjeshtë është përmes përfaqësuesit tatimor në cilin ata eventualisht më bajnë detyrimet tatimore. Dhe kjo ka qenë në fakt në ligjin e TVSH-s, në ligjin për tatim për të ardhurët, vetëm se nuk është zbatuar dhe ndërkohë administrata po merret me një referim të tyre që shiko, keni parasysh që duhet të bëni këto lloj procedurash të cilat janë në Shqipëri. Ka edhe një problem tjetër, zoti Stefani, për shembull një kompani e huaj, përveç se i dërgon rrogën punonjësit shqiptar, i çon edhe kontributet që duhen paguar tek administrata tatimore, por individi këtë dytën nuk e bën. I mban të gjitha vetë. Duhet kemi parasysh diçka, që individi punonjësi i cili punon në Shqipëri detyrohet të paguajë sigurime shoqërore në Shqipëri nëse punëdhënësi është një person i regjistruar për administratën tatimore në Shqipëri. Në këtë rast, në të cilin ju i referoheni një të huaj, një entitet të huaj, i cili nuk është i regjistruar në Shqipëri. Jo, s'është i regjistruar. Në fakt, në këtë rast, ai sjell një sasi të caktuar të ardhurash për këtë individ. Dhe ky individ duhet të hapi një nipt dhe të lëshoj fatura dhe pjesë e këtij nipti ai do të paguajë detyrimet ata që quhen të vetpunësuar. Hap nipti si person juridik. Si vetpunësuar. Pra, dy janë, kodi i punës thot, ose ti punon në kushtet e ambienteve të tua pa në ndrejtimin vet, pra vet drejtohesh etj, jo në ambientet e tjetrit, atëherë ky është një shërbim. Nëse ti shkon diku në asetet e tij, punësohesh nga ai në ndrejtimin aty, atëherë ky quhet aktivitet shërbimi, aktivitet punësimi. Dhe ky nuk është aktivitet punësimi, ky është aktivitet shërbimi. Është shqiptar i cili punon në Shqipëri, krijon të ardhura nga jashtë dhe ky duhet që kuptohet kur ka limite të caktuara, duhet që të sigurohet dhe
përmes hapjes së një licence dhe të vetë deklarohet për sigurimet. Pra, bëhet fjalë, zoti Stefani, që mund t'jetë një e ardhur e munguar e konsiderueshme në buxhetin e shtetit ose tek tatimet? Sigurisht që është një ardhur e munguar. Si që thatë ju është trend. Është individi i cili ka përgjegjësinë që të zbatojë detyrimet tatimore, legjislacionin tatimor shqiptar, dhe individi duhet të hapi nipt në këtë rast. Dhe nëse unë do të rendisja ligjet shqiptare, ligji më kufizues i mundshëm, më kufizues jo që të heq lirin, po më i sakt, më i përcaktuar sakt është ligji për sigurimet shoqërore, sepse të gjithë ligjet e tjera, siç është TVSH-ja ose tatimi për fitimin, kanë disa kritere në të cilën ti nuk je subjekti tatueshëm dhe për te ti krijon subjekti tatueshëm. Ndërsa ligji për sigurimet ty nuk të lë. Në qoftë se ti je duke krijuar shërbime, eventualisht duhet hapësh NIP. Në qoftë se je i punësuar, i paguan kompania për ty sigurimet. Kështu që do të thosha që këta individ duhet të hapin, janë duke bërë evazion në mënyrë të dhe kjo është humori më ashtu që shumica e evazioneve bëhen edhe nga padinia, se nuk është se janë jo me dashje. Po pikërisht pra, nëse unë do ta di që unë jam një person që në karrierën time ka ndërmend të punoj, për gjithë jetën time në këtë mënyrë, nuk ka asgjë të keqe që unë të diversifikoj riskun tim duke krijuar ca sigurime shoqërore për një të ardhmen, për një pension. Por njerëzit nuk e dinë këtë gjë që mund të hapin nipte etj, të paktën një pjesë e tyre, sepse ka dhe qenë. Sigurisht. Dhe penaliteti është njësoj edhe për ata që e bëjnë nga padia evazionin? Po njësoj është. Ligji nuk mund të jetë i moralshëm. Ligji është pozitiv, ligji është i shkruar. Në qoftë se e shkel, do ta zbatosh. Nuk arrim dot të ndërtojmë një ligj i cili të përcaktoj ndryshe për të mirin, ndryshe për të keqen, sepse në fakt ne nuk do të arrijmë dot të prodhonim një ligj pasi morali është në mënyrë tipike pluraliste. Ndërkohë, zoti Stefani, një pikë tjetër është sërish Diva dhe pak ditë pasi u mbyll zyrtarisht aplikimi, pak javë më saktë, pasi u mbyll aplikimi i Divës për 2024-ën, që tani administrata timore ka nisur mbase një fushat ndërgjegjësuese, sensibilizuese, në mënyrë që qytetarët ta plotësojnë akoma më shumë në 2026 për vitin 2025. Dhe risia është që e trumbeton edhe administrata timore 48.000 lek një rimbursim për çdo fëmijë. Po, të sqarojmë njëherë për dëgjuesin që 48.000 lekë nuk është vlera e plotë e cila do të rimbursohet, do të rimbursohet minimalisht 13% i saj. Pra, 13% e 48.000 lekë të reja, diku te 50.000 lekë të vjetra. Ky është rimbursimi, i referohet të gjithë atyre individëve të cilët do të bëjnë deklarat, pavarësisht nëse janë të detyruar apo jo. Pra, unë mund të mos kem të ardhurat të mjaftueshme mbi 1.2 milion lekë të reja, por unë i kam në 1.2 milion lekë të reja, por unë kam fëmijë dhe unë dua që t'i marr këto detyrime që kanë paguar gjatë vitit, që punëdhënësi mi ka paguar gjatë vitit, unë t'i marr në llogarinë time. Dhe administrata në fakt mirë bën për këtë çështje, sepse ajo që ndodh shpesh është që njerëzit mendojnë që unë nuk e kam detyrimin për të paguar, për të deklaruar, kështu që unë nuk i përfitoj këtë të fëmijëve. Jo, në fakt është ndryshe. Të gjithë duhet ta plotësojnë. I përfitojnë edhe ata që nuk e kanë detyrimin, sepse dikush që nuk e ka detyrimin mund ta bëjë deklaratën me dëshirën e tij, pra dikush që nuk i kap të ardhurat 1.2 milion lekë, i bën deklaratën dhe duhet të sqarojmë që ai e përfiton këtë rimbursim. Momenti i rëndësishëm për të sqaruar është për të gjithë ata persona të cilët kanë një person fizik. Pra kanë hapur një NIP, person fizik, dhe si do të relatojnë ata në lidhje me 48.000 lekëshin. Një person, një individ i cili ka hapur një market lagjer, shpozohet, dhe që deklaron një NIP të person fizik, atëherë ky person do ta përfitojë 48.000 lekëshin si pjesë e shpenzimeve të aktivitetit të tij të NIP-it si person fizik. Pra, ai nuk deklaron të ardhurat e personit fizik në Diva, por ai te kjo deklarat që bën, bilanci që do të bëjë në fund të vitit, pra për marsin 2026, aty parashikohet 48.000 lekë për këta individ, të cilët nuk kanë pse të bëjnë Diva, por e përfitojnë aty 48.000 lekë. Tani për ta sqaruar edhe një herë, zot Stefani, çfarë përfitojnë individët të punësuarit nga ky 48.000 lekë? Bëhet fjalë 13%
e 48.000 lekshit. Pra, sigurisht, kemi parasysh këtë gjë që unë kam një sasi caktuar page. Le të themi 850.000 lekë të reja paga ime bruto për gjithë vitin. Në vit. Dhe për këtë 850.000 lekë unë kam paguar tatim 13%. Në momentin që unë bëj deklaratën time, 850.000 lekë do të zbres me këtë 48.000 lekë. Dhe do të llogariti një tatim më i vogël. Ky tatim më i vogël do të krijojë një diferencë me tatimin e paguar gjatë vitit dhe diferenca do të rimbursohet. Pra, kështu funksionon. Është 48.000 lekë i zbritet 850.000 lekë të pagës bruto dhe çka del pasaj është tatimi i mbi paguar i cili unë mund të bëj kërkesë për ta rimbursuar në llogarinë time. Në fund vitit, për ta bërë akoma më thjesht, sa përfiton një çift? Nëse ka një fëmijë. Nëse ka një fëmijë, 48.000 lekë herë 13%. Tani duhet nxjerr makinë llogaritse për të kapur këtë shifrën e saktë, por kjo është ideja. Duhet kemi kujdes vetëm një gjë që në qoftë se ky çifti ka edhe të ardhurat bruto, secili prej tyre i ka nën 1.2 milion lekë dhe ata kanë shpenzuar për shkollimin e fëmijëve në shkolla private, atëherë shuma që ata kanë shpenzuar përmes mandatit të bankës, deri në 100.000 lekë të reja është e zbritshme për efektet tatimore. Gjithmonë në efekt baze. Nëse çojnë fëmijët në shkollë private, kurse apo në jo, bëhet fjalë për sistemin arsimor të njohur nga Ministria e Arsimit, jo në një kurs privat gjuetuar për shkak. Janë shpenzime gjithsesi, po nuk është se njihen. Ligji kufizohet në këtë pikë. Ndërkohë, sërish tek kjo pikë, në fund vitit, qytetarët mendoni se do të kenë më shumë interes sepse 13% që i 48.000 lekshit mbas edhe nuk i josh shumë që të bëjnë deklarim. Është një pyetje personale, me thënë të drejtën, unë kam përshtypjen që ka njerëz që ndoshta nxiten nga kjo gjë, ka njerëz që nuk nxiten nga kjo gjë. Kam fjalën tek politikat e drejtorisë tatimeve që ti incentivojnë njerëzit sa më shumë. A është incentivuese, a është stimuluese kjo gjë? Më saktë. Përsëri do të thosha që është stimuluese për individin, pasi njerëz në prirën që dikush që për shembull merr 600-700.000 lekë neto në muaj, eventualisht është i nxitur nga kjo, po dikush që merr 3-4 milion lekë ndoshta është më pak i nxitur nga këto çështje. Unë do të thosha që ky është një moment shumë i rëndësishëm që qeveria ndoshta në të ardhmen duhet ta shohë dhe të integrojë, ta zgjerojë këtë 48.000 lekë. Pasi siç e thash, 100.000 lekë i shkollave private ka bërë që shkollat private të mos kenë më guximin të bëjnë më mungesë deklarate tatimore. Duhet që shkollat i thotë prindit etj janë skema të cilat nuk janë as pak etike për të bërë evazion. Ndërkohë që pra futja e 100.000 lekësh ka reduktuar evazionin në këtë sektor. Ndërkohë që kjo mund të zgjerohet si bazë dhe mund të zgjerohet si aktivitet. Dhe kuptohet që sistemi tatimor shqiptar, ashtu siç të merr një sasi të caktuar parash, ashtu edhe të jep në proporcion me atë që të merr dhe të jep. Ne duhet kemi parasysh që shtetet të caktuara e kanë ngarkesën tatimore shumë më të lartë se sa ne, kështu që edhe aftësia për të simuluar ndoshta është toleranca për të simuluar është pak më e lartë. Megjithatë, kjo duhet parë. Duhet të parë në incentivimin, duhet parë për shembull që në vitin 2026 sa do të jenë individ të cilët e kanë të ardhurën nën 1.2 milion lekë dhe kanë bërë deklaratë, sepse këta do të jenë pikërisht ata të cilët do të kenë interes për e kanë bërë këtë deklaratë për të marrë 48.000 lekë. Dhe në qoftë se nuk do të ketë të tillë, duket që politika nuk ka ndonjë efekt. Nuk ka pasur efekt. Të tjera shpenzime. Është për të parë me fjalë. Të tjera shpenzime përveç fëmijëve, edukimit të tyre. Çfarë mund deklarojnë individët si shpenzime? Ligji parashikon këto të dyja parashikon. Vetëm këto të dyja. 48.000 lekë që është për fëmijë dhe shkollimin e fëmijëve. Këto parashikohen vetëm. Ndërkohë të flasim zoti Stefani edhe në lidhje me digitalizimin e administratës tatimore. Folëm fillim për kompanitë kryesisht që ofrojnë shërbime online, por edhe administrata është duke u digitalizuar, duke ofruar gjithmonë më shumë shërbime të kësaj natyre. Po, është një gjë e mirë sepse digitalizimi dhe përdorimi i inteligjencës artificiale rrit
mbulon ato sektor, ato çështje të caktuara të individit të cilit nuk arrin dot i menaxhoj dot. Çfarë do thotë? Do thotë që përzgjedhja për kontroll për shembull është një çështje shumë faktoriale. Ka shumë arsye pse duhet dalësh për kontroll. Mirë po, imagjinoni një individ i cili duhet të memorizojë, është e pamundur, kuptohet, është e pamundur dhe aktualisht administratat hetimore ka një program i cili përzgjedh në mënyrë automatike kontrollin. Por çfarë ndodh? Inteligjenca artificiale është pak më e fuqishme se sa kjo, sepse e merr dhe faktor jashtë, për shembull merr nivelin ekonomik të Shqipërisë. Megjithatë, do të thosha që ka sfida për t'u parë në këtë çështje. Dhe unë mund t'ju përmend juve njërën nga sfidat kryesore që ka sistemi tatimor shqiptar. Imagjinoni që përse duhet kjo inteligjenca? Inteligjenca artificiale duhet për shembull që në qoftë se unë për shembull blej, le të themi 10 tavolina dhe deklaroj në shitje vetëm 8 tavolina nga këto, pra 2 prej tyre nuk bëj faturë, eventualisht unë jam duke bërë evazion. Ose duhet i kesh në magazin. Ose i kem në magazin. Supozojmë që unë jam duke bërë evazion, pra nuk kam prerë faturën për këto 10 tavolina. Tani çfarë ndodh? Kur unë e fus artikullin në import, e fus në një kod të caktuar, fus tavolina. Ndërkohë që kur unë i shes këto, unë i shes në një kod tjetër. Çfarë do të thotë kod? Lloji i artikullit. Në dogan artikujt futen në një duke shfrytzuar një nomenklaturë të caktuar malli dhe kategorizimi, granulimi i informacionit është deri në një nivel të caktuar. Ai fut për shembull tavolina ose frigorifera ose televizora, ndërkohë që pak rëndësi ka për kodin e doganës nëse frigoriferi për shembull është i bardh apo është gri. Ndërkohë që ne dim shumë mirë që për shembull televizorat, frigoriferët gri janë më të shtrenjtë se sa të bardhët. Pse? Sepse personi, individi, blerësi, tregtari, e gjykon që ky televizori gri ka një kërkesë më të madhe dhe eventualisht unë do të arrit çmimin. Pra, vini re, janë dy çështje të cilat janë shumë të vështira për t'u kapur dhe nga inteligjenca artificiale, pasi siç e thash, inteligjenca artificiale është një motor i mirë për punimin të dhënash, me një bazë shumë të gjerë të dhënash, mëson, diskutohet, por nuk i jep dot kuptim çështjes që ndër 10 frigorifera, 7 janë gri dhe janë shitur me një çmim më të lartë, sepse vendimarrja e individit ka qenë që këto të 7-të të shesin me një çmim më të lartë, ndërkohë që 3 që janë të bardhë të shesin me një çmim më të ulët. Dhe kjo është një vendimarrje e individit e cila është shumë e vështirë të përfithet nga një motor i gjenerimit të dhënave, sepse unë i pres të 10 faturat i pres me njëtin çmim. Pse? Po duhet bëj evazion. Marrim rast. Tu nuk e kap dot. Pra, nuk arrin dot dhe kjo është shumë e vështirë, siç e thash, jo vetëm për llojin e produktit, sepse hyn në një mënyrë caktuar dhe del në një mënyrë tjetër, por edhe çmimet variojnë në mënyra të ndryshme dhe kuptohet që nëse nuk kapet sasia, nëse nuk kapet çmimi, eventualisht nuk kapet vlera e tatueshme, nuk kapen të ardhurat, nuk kapet të vëshet, atë fitimi me radhë gjithë ecën. Megjithatë, e zvoglon ka mbështypjen evazionin, informalitetin? Unë do të thosha që inteligjenca artificiale përmirëson, jo, ka një gjë shumë të rëndësishme inteligjenca artificiale. Inteligjenca artificiale përmirëson menaxhimin e kostove të administrimit. Çfarë do të thotë? Do të thotë që nëse unë kam 100 tatimor, do t'i çoj ata në zonat më të nxehta, si rezultat e informacionit të marrë. Dhe kuptohet që eventualisht nëse unë i çoj ata në zonat më të nxehta, unë eventualisht do të kem një menaxhim më të mirë të fondeve, një ekonomicitet më të lartë të gjithë veprimtarisë. Ajo që është e rëndësishme të kuptohet që mbetet për t'u parë, pra, nëse inteligjenca artificiale do të arrijë dot në informacionin e ndryshuar, të gjeneroj dot informacion. Kjo mbetet për t'u parë. Mos duhet kemi njëkohësisht edhe shumë kujdes, Stefani, sepse risit patjetër që kanë pikpyetje të mëdha, kanë dyshime, por edhe lehtësojnë patjetër jetën. Se mos e bën më shumë lëmshe dhe kam më shumë penalizuar se sa penalizuar pa drejt.
Kam përshtypjen që, kam përshtypjen sepse informacioni që unë prandaj thash, kam thënë gjithmonë që komponenti njerëzor nuk mundet të anashkalohet asnjëherë. Pasi informacioni që vjen nga inteligjenca artificiale duhet ripar dhe duhet përpunuar nga individ. Asnjëherë, sepse për shembull në hapat e parë të saj, për shembull, kam dëgjuar që inteligjenca artificiale bënte lidhjen që meqense mineralet i bëjnë mirë trupit njeriut, ne mund të gatuajmë me gur. Pra, ajo është faktike, merret me çështjet, kombinon informacionin dhe e prodhon dhe e servir pa pasur një kuptim të vërtet se çfarë është duke thënë dhe çfarë i përket realitetit. Ishte edhe një shembull tjetër me të ndjerin ish presidentin zotin Nishani që inteligjenca artificiale ChatGPT-ja e nxirrte si individi cili është aktiv ende në politikën shqiptare. Pra, ka gjithmonë probleme gabime. Problematikat kryesore të Facebookut i cili ka krijuar dhe të gjithë këtyre të cilët kanë krijuar ushtrime njerëz të cilët heqin këto deklaratat, accountet personale të personave të cilët vazhdojnë ende të jetojnë dhe kuptohet që inteligjenca artificiale i merr sikur ai ka atë gjë. Pra, një miku tim të ndjerë ka ndruar jetë, i doli që jepni gëzuar dikujt sepse ka ditëlindjen sot. Ai është gjallë. Po këto janë problematika që nuk është tamam kjo në fakt. Ajo që unë them është pikërisht kjo që inteligjenca artificiale nuk mund ta përcaktoj dot vendimarrjen e një biznesmeni i cili sjell 10 frigorifera pa patur të nevojshme në dogan të thot sa janë gri, sa janë të bardhë, por fundja edhe deklaron sa janë gri dhe të bardhë. Supozohet që ne arrijmë ta bëjmë, dhe t'ja kërkojmë në këtë nivel, ta bëjmë qarqaf nivelin. Ai mundet ta shesi të grin në të ardhmen më lirë se sa të bardhin, sepse tregu e kërkon në këtë mënyrë. Pra, pa parashikueshmëria e vendimarrjes së individit nuk do të kapet asnjëherë nga inteligjenca artificiale. Të paktën kjo që është serviret sotse. Dhe për ta mbyllur bisedën, zoti Stefani, gjatë fjalës tuaj në një moment ju përmendët që ka vende të tjera që kanë një barë tatimore më të lartë se vendi ynë. Flas për kontributet, sigurime, detyrimet që paguan çdo individ. Ne kemi duke pasur gjithmonë parasysh edhe nivelin e zhvillimit të vendit, nivelin e zhvillimit të shoqërisë tonë. Si mund vlerësohen në këndvështrimin tuaj bara që një punonjës paguan? Ne kemi një barë tatimore relativisht më të ullët se sa jashtë. Dhe do të thosha gati që kjo është një përputhshmëri midis asaj që duhet jetë dhe asaj që nuk është. Çfarë do të thosha? Do të thosha që është e vërtet që paguhet rreth 50% e pagës, për shembull në Gjermani ose në vendet perëndimore, por pagat janë më të larta. Pra, në një farë mënyre kjo pagat tona pak më të ulta, kanë një takson dhe më pak. Dhe kjo është pjesë e natyrshme e zhvillimit ekonomik të një vendi. Dhe ne, pavarësisht se kemi bërë hapa të mirë në zhvillimin ekonomik, ne nuk mund të krahasohemi dot me vende që kanë nga 200-300 vjet demokraci dhe që kanë punuar, këto rrugët që po i ndërtojmë ne sot i kanë ndërtuar para 100 vjetësh. Nuk ke shans të krahasohesh dot në këtë mënyrë. Ka vend gjithmonë për përmirësim, kuptohet e tjerë mund të hyjmë debateve, por nuk ke shans dot që të krahasohesh dot me një vend i cili ka, ne 30 vjet kemi, Gjermania ka qenë në 45-ën që mori edhe planin Marshall e tjerë, ose vende të tjera si Anglia, për shembull, nuk krahasohesh dot me Anglinë. Pse? Po ka qenë perandëri gjithë jetën. Ajo krahasohet me të ngjashmit. Po krahasohesh me të ngjashmit maksimalisht. Ose me veten tonë, ku ishim dhe ku jemi. Po, ndoshta dhe kjo është gjëja më e mirë e mundshme. Faleminderit zot Stefani që ishit në studio. Faleminderit juve.